Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri me emisionet tona të rregulla Studio e Hapur. Unë Luj Gjokaj do të kam sonte kënaqësi që të kemi një panel me intelektual të njohur të komunitetit ton, po edhe më gjerë në botën shqiptare me ekspertizat e tyre. Kemi një çështje shumë delikate që po e përcjell gjithë bota shqiptare, por jo vetëm aq, por anë kanë ku ka shqiptar në botë. Flitet për zgjedhjet historike të 11 majit që i kemi në Prag. Të gjithë presim me padurim se çka do të ndodhin të diellën e ardhshme. Megjithatë, do të jetë shumë me rëndësi që kudo që të jemi me vëmendje, të përcjellim këtë ngjarje historike, por me dëshirë që të kalojnë paqë, se jemi vëllezër të një gjaku e gjuhe. Dikush duhet fitojë dhe dikush duhet të humbas. Kemi dëshirë që të bëhet një rotacion, që të bëhet një frymë e re, që të vinë në pushtet disa njerëz dhe ekspert që do ta çojnë Shqipërinë aty ku e meriton. Megjithatë ka edhe të tjerë që mendojnë, edhe nga ju që na ndiqni, që mendojnë që duhet përsëri ky sistem të qëndrojnë, edhe mas 12 viteve. Por megjithatë ajo është e drejta juaj. Është vota juaj që keni votuar dhe do të votoni edhe nga Amerika dhe kudo që jemi si shqiptar. Prandaj me padurim do ta presim atë ditë që po vjen, me pasë çka do të ndodhi në shtetin ton, në Shqipërinë tonë të dashur. Për këtë, për mos t'ju zgjatur, do të kemi rast që sonde të bisedojmë me intelektualet e shur që kemi nderin që i kemi sot në emisionin ton. Se pari ti përshëndesim në emrin ton dhe në emrin tuaj. Mirë se keni ardhur në emisionin ton. Doktor Dritan Demira, ish ministri i Brendshëm, mirë se vini në emisionin e ACTV. Faleminderit. Po ashtu Nevruz Nazarko, drejtori i financave në qytetin e Detroitit dhe analist, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Leonard Shehaj, botuesi i portalit Roni Report dhe businessman, po ashtu njeri që merret me analizë dhe i cili ka kontakte të përditshme me Shqipërinë, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Se pari të fillojmë nga ju, kolonel, si duket situata aktuale në fushatën parazgjedhore? A është e qetë në përputhje me ligjin? A ka ngjallur vëmendje nga votuesit dhe qytetarët shqiptar? Spari, dëshiroj të theksoj që këto janë zgjedhjet më të rëndësishme historike në të njëjtin nivel me zgjedhjet e vitit 92. Për arsye sepse në gjykimin tim kemi të bëjmë me ardhmërinë e Shqipërisë. Në rast se qeveria Rama me një mandat 4, unë gjykoj që ekzistenca e shtetit shqiptar në të gjitha nivelet, në të gjitha hapësirat rrezikohet ndjeshëm. Së dyti, kemi një frymë të mirë përsa i përket opozitës, e cila nga dita në ditë po vazhdon të rritet. Kjo dhe për arsye të skandaleve të panumërta të këtyre 12 viteve të fundit, por në mënyrë të veçantë gjatë këtyre muajve të fundit kur kemi parë që nivelet më të larta që nga kryetari i bashkisë edhe deri tek ministrat, zëvendës kryeministri, por jo vetëm, dhe një listë e madhe prej 21 personash, që nga zëvendës kryeministra dhe 6-7 ministra aktual, plus shumë kryetarë bashkish janë drejt shkuarjes pra drejt përballjes me drejtësinë. Dhe së fundi kemi një frymë pozitive për arsye se populli shqiptar më në fund është ndërgjegjësuar për të reaguar ndaj kësaj keqeverisje, të cilën mendoj gjatë minutave në vazhdim do kemi mundësi edhe ta argumentojmë me detajet më të vogla. Pra, është rast historik që opozita është duke u rritë çdo ditë dhe për ta përmbyllur pyetjen tuaj, nuk është një klim aq paqësore për shkak se administrata po kërcënohet, grupet kriminale në të gjitha nivelet, në të gjitha qarqet. Dhe për këtë maj përgjithësi, sepse di emra, di grupet cilët janë të përfshirë, janë të ftuar drejt për drejt nga kryeministri, të cilat këtë fitore e quan si një fitore të cilën duhet ta marrin me çdo kusht, për shkak se e ka të qartë që do të përballet me drejtësinë dhe nuk do ketë më mundësi asnjë ditë për të vazhduar politikë. Zoti Nazarko, si e vlerësoni performancën e dy partive kryesore në raport me pritshmërinë e qytetarëve? A kanë arritur të artikulojnë programe dhe reforma të qarta për qytetarët shqiptar? Luj, është një pyetje që
në fakt nuk e prisja dhe është një pyetje shkëlqyer, një pyetje që është më lehta për mua për t'i dhënë përgjigje. Kemi dy parti kryesore dhe PS-n dhe PD-n. PD-ja kuptohet me atë koalicion e saj. Jam i mrekulluar në fuqinë dhe në opozitën që ka ngjallur doktor Berisha bashkë me PD-n në kushtet të një trysnie dhe të një terrori masiv kundër opozitës që ndodhën në Shqipëri nën qeverisjen e Edi Ramës. Në një kohë që partia Koalicioni Demokratik me doktor Berisha në krye ka artikuluar qartë se cili është programi tyre ekonomik, qysh nga rrogat minimale, te rritja e pensioneve, te lirshmëritë në dhënien e lejve, te mundësia për të kthyer për të dhënë lehtësira bizneseve dhe familjeve dhe individëve shqiptar të kthehen. Pra, disa nga këto përmenda në një kohë që kemi një qeveri 12 vjet në pushtet, që është më mirë them një regjim në pushtet, i cili shkon dhe vetëm me tallava ka kryer dhe vazhdon të kryej fushat elektorale pa thënë asnjë pozitive në lidhje me cili është programi. Por dhe kur e thon ato dy llafe, mbasi e thot PD-ja ose opozita një ditë përpara, të nesërmen e marrin dhe thon pensionet, ju thoni 200, edhe ne do t'i bëjmë 200. Pra, nuk kanë një program të qartë. Këtu është diferenca më e madhe. Në qoftë se neve do të ishim një popull normal, që më vjen keq ta themi nuk jemi, vetëm këtu, mbas 12 vjet pushtet, është koha më mirë ti kërkosh llogarit, zotëri, ti nuk je në opozit. Cila është kontributi, cili është kontributi real që do të sjellësh me zgjedhjen, nëse unë t'ja bot dhe merr pushtetin. Çfarë do bësh? Se na kërkove tepsin para 10 vetëve të dham tepsin të gjithë. I morët gjitha pushtetet. Praktikisht ke 200.000 veta në punë, të cilët janë të gjithë me lejen tende, në mos me firmën e tua. Në një kohë që ti ke incinerator $300 milion, në që se do flasim dhe për këto vonë, por po të them që ti pramlet shkurt pyetja stande është kjo. Një Partia Socialiste pas një program të qartë, as ka pasur ndonjëherë për mendimin tim 12 vjet, as një program të qartë, me përjashtim shitjes të dhënies së llokmave të copave të Shqipërisë, fuqive të huaja, për interesat e tij përqendruar në pushtet, se nuk i plasë dhe për ata, dhe një opozitë të cila e para megjithse anatemohet doktor Berisha, prapë për mua ka shumë më tepër shpresë që të bëj diçka për vendin kjo opozitë se sa kjo majorancë pushtet. Do të kemë rast bisedojmë përsëri, do të kthehemi në këto tema shumë delikate. Megjithatë, të vazhdojmë pak edhe me Leonardin në fillim. Leonarda, mendoni se ka hapësirë reale për partitë e reja që të ndikojnë në balancin politik të vendit, apo do të mbeten në marginalizuara nga sistemi politik që është në Shqipëri? E para jam dakord me zotin Dritan që tha për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve në Shqipëri. Për mua këto zgjedhje në Shqipëri janë të një rëndësie kombëtare, shumë të rëndësishme. E dyta, për sa i përket pyetjes tuaj për partitë e reja, unë duhet i ndaj në pjesë. Jo të gjitha partitë e reja për mua më japin shpresë se mund të jenë faktor kyç për që mund të lozin një rol në qeverinë nëse marrin këto zgjedhje. Për shumë faktorë. Një periudhë ose një pjesë e tyre vetëm moshën kanë të re dhe po të shikosh si e shpalosin ligjëratën politike, janë këtë thjesht për mendimin tim kopje të shëmtuara të dy partive të mëdha. Më kupton? Ose aq që më bezdis mua që këto partitë e vogla thjesht shumica e tyre vetëm konstatojnë. E të konstatosh një qeverinë për që 12 vjet të zotit Rama që ka një strategji që bën gabim pas gabimi dhe të gjithë merren me gabimin e fundit dhe harojnë gabimin që ishte më përpara, është shumë e lehtë. Të gjithë mund të konstatojnë. Dhe shikoj djem të ri, energjik në pothuajse në të tre këto partitë e reja, që thjesht konstatojnë dhe kaq. Nuk tregojnë forcë, nuk tregojnë, për shembull isha duke folur dikë me një këto përfaqësuesët e këtyre partive, thash, e shikoj pak vështirë të mbështesë, unë shikoj që ka hedhur një vezë te makine dikujt ndonjë ministri, ndonjë si të thënë kryetari i bashkisë, që ata flisnin i kabiles, këta kanë quar dhe në spak dosje, në krau tjetër shkoj që nuk tregojnë forcë dhe kjo më step pak, më bën pak të jem pak skeptik për rolin e vërtet, jo të gjitha, po thjesht pjesa më e madhe e këtyre partive të reja. Si i ri mbështes të ren. Personalisht mendoj që pjesa e vjetër e politikës shqiptare do t'iki nga të dyja kampet. Më kupton? Do t'japin hapësirë të rive që ka
mos them me qindra që duan të afrohen që kanë studiuar në universitetet më të mira, si në Michiganit, Oxford, në Cambridge, dhe që janë gati të japin energji dhe eksperiencën e tyre të vinë të afrohen në Shqipëri dhe të japin. Kështu që këto partitë e reja, ky është mendimi im për to. Duhet të tregoni më forcë, duhet të tregoni më potencë, duhet të tregoni më energji që janë të aftë që këtë trenin e Shqipërisë këta nesër pas nesër sikur të bien në dorë një pjesë e pushtetit do ta çojnë përpara. Këto vota a digjen në qoftë se këto partitë vogla nuk kalojnë prapën. Çka bëhet në këto vota? Për mua ekziston sistemi. E qartë. Ky kod zgjedhor për mua është kodi më jo demokratik që është bërë ndonjëherë midis partive, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. E them kështu, rajonal proporcional apo jo. 2/3 janë listë të hapur, 1/3, kështu që i sfumon dhe këto një qik i qonë në goxha risk këto partitë e vogla, sepse i bje që votat e mia ti numëroj armiku im, se s'kan as komisioner apo jo në përzgjedhje. Kështu që s'kan vëzhgus, nuk kanë vëzhgus, por që ne dim historinë e Shqipërisë, okej, jemi 35 vjet në pluralizëm dhe është sistemi i numërimit të vota është perfeksionuar diku, ka kaluar më mirë. Por ka zona në Shqipëri, të thella në Shqipëri që realisht nuk monitorohen as në OSB-u diri, as nga njerëz përkatës që bëhet një lloj pazari, po ta them kështu atje që e shikoj pak të vështirë. Kështu që në natyrën time kam një rol kritik, më kupton sepse gjykoj që kritika i përmirëson njerëzit. Këto partitë e reja kur janë krijuar në fillim shikoja me një besim, sepse them pas ka shpresë kë Shqipëria, por gjatë kësaj fushate i pash thjesht konstator problemet e zotit Rama, bëri këtë këtu, bëri ata aty, shko qa tha këtu, shko qa tha aty. Më kupton? Kështu që shikoj pak të vështirë partitë e reja përveç, jo të gjitha, ka dhe partitë e reja që janë po bëjnë një fushat të pastër, po bëjnë një fushat, nuk duhet i bëjmë në emra, më kupton? Por pjesa më madhe tyre nuk më bindin. Thjesht Dritan nga profesioni juaj si ish ministër i brendshëm, na thoni pak të lutem, korrupsioni vazhdon gjitha vendet, sidomos në Ballkan, por në Shqipëri e ka të i kaluar gjitha normat njerëzore, kështu themi. Korrupsioni vazhdon të jetë një shqetësim mallor për qytetarët. A ka mekanizma efektiv për të luftuar atë problem të madh? Dhe si mendoni, cila parti apo kandidat ka më tepër besueshmëri në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri? Unë mendoj dhe guxoj ta them, e kam thënë edhe në gjitha daljet e mia në televizion kombëtare shqiptare, që një nga problematiket më të mëdha të korrupsionit më të lartë në nivel që nga presidenti edhe kryeministrat sipas rasteve, por në mënyrë të veçantë në rastin e Serbisë dhe të Shqipërisë, është një nga gabimet dhe dritë shkurt një nga gabimet e politikës që është amerikane në Ballkan. Sepse mbështetja e Vučićit, mbështetja e Edi Ramës dhe mbështetja e disa qeverive autokratiste ka bërë që pra reagimi jo i dur dhe marrja e masave jo të dura nga Departamenti i Shtetit, duke i lavdruar në mënyrë të pamerituar, si në rastin e sekretarit Blinken për shembull, në Tiranë që e përcaktonte Edi Ramën si kryeministin më të madh në histori, domethënë, ndërkohë që raportet e Departamentit të Shtetit janë ster për sa i përket krimit të organizuar, vjedhjes, varësisë dhe emërimeve që i bën krimi i organizuar në të gjitha strukturat qeveritare, që nga deputetët, ministrat, por vetëm, dhe pra kjo është pasojë e një politike jo të qartë të jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkan. Fatmirësisht, dhe këtu në mënyrë modeste, secili nga ne ka një rol, pra pavarësisht është modest. Në halin e administratës presidentit Trump shikoj një qasje tjetër, e cila po reflektohet çdo ditë në të gjitha daljet që bën sekretari Marco Rubio, dhe smund para 3 ditëve në deklaratat që bëri kundër Aleancës për Demokraci, pra AFD-s në Gjermani, ku korrigjonte qeverinë gjermane edhe shërbimet sekrete gjermane për kërcënimin që i bënin partisë dytë opozitar dhe po t'i përgjigj pyetjes tuaj tani në nivel kombëtar në Shqipëri. Është e vërtet që të gjithë grupet kriminale, që nga Shkodra, Vlora, Fieri, Elbasani, grupet cilat posejdojnë miliardë dollar të trafikut drogës,
dhe kanë shtrirje dhe zona operacionale që nga Amerika Qendrore, Jugore e në të gjithë kontinentin Europian, pra kjo pasuri e jashtëzakonshme e ushtron forcën dhe presionin drejt për drejt tek politika në Shqipëri. Dhe në këtë këndvështrim, tu kemi të bëjmë vetëm me lidhjet e Partisë Socialiste, as një lidhje nga partia opozitare. Sigurisht që kësaj radhe të gjithë ne, jo vetëm Shqipëria, jo vetëm Partia Demokratike, jo vetëm partitë e tjera të vogla, po edhe ne si komunitet, dhe këtu edhe unë personalisht, marr guximin dhe që t'ju them që jemi duke monitoruar me vëmendje, bashkëpunim me të gjithë nivelet për të deklaruar të gjitha këto problematike në institucionet më të larta amerikane. E kemi bërë, po e bëjmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë në mënyrë të veçantë mas 11 majit. Për arsye sepse këto zgjedhje kanë një rëndësi historike, siç e thash fillim, dhe vjedhja e zgjedhjeve për 34 vjet është e papranueshme. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës së rrallë do të tregojnë që të mbështesin opozitën ose partitë e tjera opozitare në rastin e shkeljes dhe dhunimit të votës. Do me thamë, në qoftë se hynë në fuqi përsëri Partia Demokratike, kjo paligjshmëri e pasurisë që është bërë në mënyra të tilla do të shqyrtohet dhe do të kemi gjykata speciale për këtë njerëz? Kjo është çështje tjetër, gjykata ose gjykata SPAKO si quhet, edhe BKH-ja janë dy institucione të cilat janë institucione bipartizane, të cilat janë firmos nga të gjitha forcat politike. Dhe në këtë këndvështrim unë besoj që unë i mbështes punën e këtyre dy institucioneve dhe është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që na se kemi një tranzicion politik, i cili unë e shikoj të padiskutueshëm se rrallë, do duhet që pasuritë e secilit nga këto qeveritarë të gjitha krahëve politik brenda 34 viteve duhet të sekuestrohen dhe secili që ka bërë abuzive me pushtetin duhet të përgjigjet me ligjin. Zoti Nazarko, edhe ne jemi mërgjimtar, po ne kemi ardhur ka herë këtu, por duke kthyer Shqipërinë që Zoti e ka falë as të bukur, me gjitha ato resurse që i ka, si për turistët veror si dimror, papunësia është katastrofë. Në këtë qeverisje 12 vjeçare flitet se Shqipërinë e ka lëshuar më tepër se 1 milion shqiptarë. Kur dhe si mund dalet kjo shpërngulje? Cila partive, çfarë do koalicioni i ri, çfarë do besimi i ri mund t'i ndalojë shqiptarët që të emigrojnë në këtë mënyrë dhe ta lënë zbras Shqipërinë tonë? Është një pyetje komplekse dhe kërkon një program kompleks dhe mendoj se edhe në këtë drejtim opozita ka një program më të qartë për kthimin jo vetëm të turit, po kthimin e kapaciteteve shqiptare në gjitha nivelet. Me një fjalë do t'i përgjigjesha si mundet të ndalohet rrjedhja, hemorragjia e Shqipërisë, unë do të përmbendet me një fjalë: rikthimi i shpresës. Në qoftë se, si e tha dhe Korneli pak më përpara, në qoftë se këto zgjedhje fitohen përsëri me një majorancë absolute, domethënë atë që quajmë mbi 70 vota nga partia në pushtet, shpresa ka vdekur. Dhe në qoftë se vdes shpresa, hemorragjia do të vazhdojë dhe do të vazhdojë në përmasat e frikshme që mendoj nuk do të nga natyra më optimist, por duhet që të them me keqardhje në përmasat të tilla që dhe ekzistenca e kombit shqiptar është në pikë pyetje. Ka që rëndësishme janë këto zgjedhje në faktin që njerëzit po votojnë me këmbë, njerëzit ikin dhe çfarë është e pa pranueshme dhe pa konceptueshme është që megjithëse kanë ikur nga ky regjim në 12 vitet e fundit, shkojnë dhe mbushin sallat e këtij personi kur shkon në diasporë, në Itali, në Greqi, në këto që kemi parë, të njëjtë njerëz që kanë lënë vendin nga politikat e këtij njeriu. Të njëjtë njerëz, sepse mund të thuash që neve, unë jam i pari që kam ikur në vitin 91 nga Shqipëria. Por ishte e pamundur, ishte akoma komunizmi. Tjetër kohë. Nuk ishte situatë. Kurse sot, në një kohë që sot, nëse partia qeverisë, tamam s'ka parti qeverisë, aty është një regjim që vjet dhe që nënshtron dhe që mashtron dhe që bën propagandë të shfrenuar 24 orë, 24 orë në ditë,
Në qoftë se këta, ato para të turistëve që përmendet, se ka llogaria të tjera ekonomike të cilat 10 milion turistë, se sa miliarda dollar hynë në Shqipëri dhe që bëhet me ato, por në qoftë se ato nuk do shkonin në incineratorët, në qoftë se ata nuk do shkonin tek oligarkia, në qoftë se ata nuk do shkonin në xhepat e pushtetarëve, ku keni një punojës të nivelit të 4 në një ministri që në qylljen e pori e stofës i gjenden 400.000 euro. Për të mos thënë pronat e ato që ka se s'duar të anotoj kod, por po të shvish në shpejtime të garantoj që $400 nuk më gjenin sot, jo 400.000 euro dhe kam 30 punë në nivelet të larta të administratës. Pra, në qoftë se nuk ndron ky sistem, në qoftë se nuk kthehet shpresa e këtyre njerëzve dhe shpresa kthehet vetëm me humbjen e regjimit në pushtet. Leonard, si mendoni ju për këtë qeverisje të Edi Ramës në këto 12 vitet e fundit, në bazë zhvillimit ekonomik të vendit? A kemi parë përmirësime reale, apo si e shifni ju për këto 12 vjet? Shka ka bëhet realisht në Shqipëri? Realisht nuk i njoh në këto 12 vjet, ose më saktë i njoh vetëm 2 arritje, zoti Drama. Atë që folën për turizmin, që sot në botë Shqipëri nuk e njohim siç e njihnim më përpara, një vend trafiku ose një vend. Dhe e dyta është që ai ndërtimi aty aeroportit Vlorës. Në 12 vjet jam munduar që të shikoj çfarë ka kjo arritje kjo qeveri, unë njoh këto dy. Domethënë japim Cezarit çka është Cezarit. Këto dy duke qenë nga Vlora vet, e shoh si mundësi që neve mbi këto dy pika, ose mos mbi këto arritje mund të ndërtojmë atë që folën për një shpresën që njerëzit mund të kthehen në Shqipëri. Po ta binjanist të vogël. Ai qyteti Vlorës, me atë bum turistik, mandi 4-5 qytete me punë, sepse qytetet e vogla në Shqipëri, pothuajse kanë mbaruar fare, nuk kanë asnjë lloj mënyre jetese ose qytetori një dinjitoz është i detyruar të largohet, o të vejnë në Tiranë, o të vejnë në Durrës, o të vejnë në Vlorë. Po flas për Vlorë. Fieri i gjithë ka investuar në Vlorë. Lushnja me gjithë produktet e saj të bujqësisë gjatë 6 muajve që fillon sezoni turistik, 4-5 muajve Vlorë, gjithë produktet e saj sjell në atë qytet. Tepelena, me Malia, deri ku ngjyra kasë që punojnë në shërbimet në Vlorë. Kështu që kjo unë e shoh një çik si, pavarësisht që jam shumë dakord që zoti Rama 12 vjet e ka stër jo shkatuar, por që është konsumuar, është dhe duhet një ndryshim se s'bën, sepse ndryshimi po kthehet edhe në shpresë. Njerëzit ikin nga Shqipëria, siç foli zotëria, 91 kanë ikur, se të tjera rrethana ka qenë 91 emigrimi ka qenë tjetër lloj. Kurse sot për çfarë ikën? Shikon, ajo arsye kryesore është meritokracia. Po të shkosh zotin Rama dhe kabinetin e tij qeveritar, shikon njerëz që njohin ai ministrin e, njohin ai siç e njihnin më përpara, dhe shikon njerëz janë mediokër. Po mediokër dhe përkthehet në ata rob që kanë ose ata djem të rinj që kanë studiuar jashtë shtetit, përkthehet që thotë kur ky zotëria mban afër vetes njerëz të tillë me këtë tillë nivel, ku vendi jem këtu? Nuk ban njerëz dinjitoz, nuk ban njerëz që thonë mendimin e tyre. E po të shikosh desha ta cekë edhe më përpara për rap pyetja këtij zotërisë për fushatën zgjedhore në Shqipëri. Nivel më të ulët se ka kjo fushatë zgjedhore në Shqipëri në 35 vjet, ndoshta ju jeni me mbani më nuk kam parë. Për majorancën. Për majorancën gjithmonë, për Edirama po flas. Një nivel nuk po flas për një nivel ose kanë ndërtuar një lloj narrative, Bufi, Zhapiku, Shangrat, arindër aty sa shanë edhe njerëz të spektrit autik edhe që është skandal. Mua më duket që shqiptarët pas 35 vjetët nuk meritojnë këtë lloj niveli diskursi politik. E bën me qëllim, e bën pa qëllim, e bën dhe ajo që më bezdis që më shqetëson kur hap televizionin në shtëpi që ky Shangrat, për shembull, i shani ofendon grat. Dhe tu më thot bravo. Mua kjo bravo më bezdis. Keni me fituar në Srok. A në Srok, me çan këto, ose ajo që më fal, ajo që më bezdisi që më acaroi me vërtet, ishte që kishte mbledhur atij adoleshent 13-14 vjeç, apo jo, i pat dhe i inkurajonte që të thonë shkoni online, shikoni foton time nudo. Je dakord? E pat. Tashi, a kanë prindër këta fëmijët, a kanë vëllezër, a kanë motra, sepse aty mbrapa ishin prindrit, e do të rapistin kështu. Mua kjo më shqetëson.
Nuk më shqetëson ai se mund të jetë, nuk e di, në efektet e. Por këta prindër, sa detyruar nga interesi, sa detyruar, nuk e di, a kanë ai dignitet këta njerëz që ore këtë fëmijë të poshtrojnë këtu në lloj forme, mua kjo më bezdis. Në natyrë jam optimist dhe them, prandaj do ta lidh me këto dy arritjet, sepse aeroporti i Vlorës ose turizmi, ne mbi këto duhet krijojmë ura që nesër pas nesër të ndërtojmë, sepse ka filluar edhe turizmi në veri dhe kam miq andaj sa duash plot. Nuk shikojnë ai ndimes qeverisë për fesë pengesë, vetë njerëzit e kanë bërë vetë atje, ato bujtinat. Apo jo. Kështu që mendoj që një fije të vogël thonë bën tra në këto dy arritje që mund të ketë, quajmë arritje, në qoftë se ngrëmbi këto dhe ajo që mendoj është që partia të që vjen pushtet duhet se s'bën reforma për meritokracinë, që njerëzit që janë jashtë shtetit të arsimuar dhe janë gjigantur, ka njerëz me nivel që kanë rritur, shqiptar kanë rritur që, më kupton, të kthehen ata, ta japin sikur edhe trajnimi, zoti Dëmëret japin, por nuk vjen njëri pos pa meritokraci, pos ka përbuzje. Njohu shokët e shumë i sigurt që jeni ju plot, që njerëz kanë dëshirë, kanë shkuar dhe i kanë ndjekur si partia socialiste, si partia demokratike për fat të keq, i kanë ndjek, nuk i kanë afru. Më kupton? Kështu që unë besoj se në fillim duhet të ketë një frym, që gjëra po ndryshojnë. Po ka kjo frym, atëherë ne jemi kom që i mësuar me vështirësi. Në vështirësinë e ngrëm, Shqipëria ka arritur, biznesi shqiptar ka arritur duke pas pengesën e qeverisë, sepse po marr një shembull. Kam qenë në biznesin tim në Shqipëri 15 vjet. Sa e hap? Ditën që ti e hap, më falu zjata, më falin. Të vinë këta tatime, ditën që e hape, e ngritë qepenin, të vërstullen tatimet, thonë jep na i lek këtu, bëj këtë, jo po s'ke këtë, jo po s'ke atë. Kështu që në midis të vështirësira, biznesi shqiptar ka arritur, janë bërë gjëra në Shqipëri që nuk e ka arrit për mua qeveria pengesë, e kanë arritur vetë, e kanë arritur me forcat e tyre, me sakrificët e tyre, edhe nuk e di çfarë të them tjetër. Ndoshta ka një revoltë të brendshme. 12 vjet për mua është s'ka ç'a jep më. Është e zauruar. Duhen nuk e di, si të ta. Sot kjo thirrja popullore, Rama ik mendon që me të vërtet ka nga populli apo nga parti propagandë. Shiko, në këto zhargonet këto zhargone popullore, sepse unë mendoj se dy partitë i përdorin çik. Duke monitoruar, sepse kam një portal lajmesh, zgjedhjet e fundit, kalojnë këto zhargone popullore dhe një çik qesharake. Për shembull, po të shkojnë në Ersek, 3 gratë të Ersekës këndonin këtë për bufin. Nuk e di pat ju, apo s'keni pat. Në ana tjetër, zoti Berisha në Kuçov, një grup polifonik, thoshte këtu është Pisha o doktor Berisha. Kështu këta i përdorin këto. U humbin, duke i përdorur këta u humbin atë vlerën, por që për mua rotacioni, ne jemi këtu në Amerikë, çdo 8 vjet ndrohet një president, duhet. Jam shumë dakord që si majtësi djathas, kur ti e ka konsumuar vetë, e ke mbaruar ciklin, mbaj një rol honorifik këshillues. Dakor, si Tony Blair, si Bill Clinton. E mbarove, edhe çka kishe për të dhënë, shumë faleminderit. Hapo rrugën këtyre të rinjve tash. Hapo këtyre djemve të rinj energjisë, se këta do ta çojnë trenin e Shqipërisë përpara. Kush do ta çojë përpara Shqipërinë? Po këtu shikon djem të rinj që unë i kam dhënë në 2 pjesë, më fali se zgjata prapë po e them. I kam dhënë në djem të rinj që janë përfaqësues të dyja formacioneve politike që e nisin ligjëratën e tyre 99% glorifikojnë liderin, thonë si ka thënë Berisha, si ka thënë Edi Rama, edhe kalojnë në qesharake, dhe 1% që fiton zemrat e njerëzve. Ne na duhen njerëz, djem të rinj që flasin, të fitojnë zemrat e njerëzve, të fitojnë popularitet, apo jo? Jo, ka thënë Berisha kështu, e ka thënë Rama kështu, këta njerëz në dyja krahet unë i shikoj si ti do një ndryshim për gjithë. Unë dua ndryshim në frym, dua ndryshim në mentalitet. Dua që njerëz, djem të rinj, vajza të reja të kenë guximin, të thonë, ore, kjo është e bardhë, kjo është e zezë, pavarësisht partisë që kanë ose që i përkasin. Po Leonard, për momentin duket që janë këto dyja tani, është pa mujtur për momentin me dalë muzikë. Në qoftë se këto dyja, zoti Berisha ose Partia Demokratike, ky s'ka ç'a jep ky tjetri, ky ka ul niveli dhe bën kastile. E ul dje kishte qenë në Dibër me njëna këngëtarës, pa e përmend emrin, i binde Dajres për shembull. Seç duan për shembull qytetarët e Dibrës që ky bie Dajres, duan të dinë ore, pensioni sa do më vej mua. Kjo
rrugë dështroshe, uji që është turp, 35 vjet diskutohet akoma uji në Shqipëri. Dhe kam edhe një lajm, i kemë bot në selit të Tiranës vjen njerëz me bidona. Sa është profesor kilometro ajo Kamza nga Tirana 3 kilometra 4 sa është? Po ja 7 kilometra. Tashi, ose për shembull, ajo që është një problem tjetër i qeverisë është që fasad. Në Vlorë ka rregulluar pjesën kryesore. Po të futesh lagje ti. Në çdo qyteti. Shikon një katraur, tash që një mashtrim që është një fasad për kë e bën? Se ne aty jetojnë njerëz, kemi njerëz për kë e bën? Kush do ta shikojë këtë sa bukur, kë do mashtrosh? Nuk janë shqiptarë më në 91-shit. Të huajt si shokojnë verë që mashtronte me ato. Më kupton? Kështu që unë dua ose dëshiroj që sidomos Partia Demokratike të fusë të frymën e meritokracisë, të hap derën, thotë ore, do fitojmë ne ose do kemë ndryshim, e keni derën të hapur që të gjithë të rinj të vërshojnë në Shqipëri që të lindi shpresa. Sepse ndryshe, po, tjetër më falë, profesor, tjetër është e thëna, tjetër është si, me vepra që ku, ose e fundit ta mbyll. Ky kodi zgjedhor që me listë të mbyllur, që unë për fat keq se po e ndjek në afër, shikoj që këta të listës të mbyllur s'po bëjnë as fushat në Partinë Demokratike. Zoti Noka, zonja Vogël, s'bëjnë as fushat fare. Këta kanë vënë zotin Berisha. Nga mjezin dark. Tash profesor, nuk dua të bëj debat. Këta vënë të zotin Berisha atje në përpara, e vënë atje në 10 takime, ky zoti Berisha pesi i bën mirë, pastaj fillon edhe ai ka lodhjesh mosh. E di, po tash ajo është strabullari që i bashkon, megjithatë, kolonel, kthehemi përsëri nga profesioni juaj. Ju jeni një studioz, njëri që shkruani libra ndërkombëtar se si të mbrohemi nga terrorizmi për paqe dhe siguri në botë. Të kthehemi te institucionet si SPAK-u. A ka kontroll të mjaftueshëm mbi skandalet qeveritare, apo transparenca mbetet një sfidë pa zgjedhur? A ka bashkëpunim me pushtetin e Ramës? A ka pas korrupsion edhe në SPAK? Problemi i Berishës, problemi i Nangratës, janë këto çështje aq vitale që populli shqiptar në Shqipëri po i shef këto gjëra, se ishin false, se dolën gjërat që nuk i dishin popullit në Shqipëri. Si keni pa ju këta? Kjo është një pyetje komplekse që kërkon kohë, kërkon një analizë thellë, edhe të gjatë. Problemi i reformës në drejtësi u nis si një reformë e cila kërkonte pastrimin e politikës shqiptare nga njerëzit e të gjithë krahave politik të korruptuar. Dhe pa diskutim që unë besoj, jam një nga ato persona që e mbështes punën e SPAK-ut, edhe të BK-s, për arsye sepse kanë arritur të godasin në drejtime që nuk imagjinoheshin më parë. Nga ana tjetër, është fakt i padiskutueshëm që kjo reformë drejtësi është shfrytzuar në mënyrën më të madhe të mundshme, dhe të keqe të mundshme, dhe të paligjshme të mundshme, nga Edi Rama, për shkak se nëse e analizoni me detajet të treja institucionet e drejtësisë, një pjesë e madhe, mbi 85-90% janë njerëz të gjithë me prejardhje ose me lidhje të drejtë për drejtë nga ministrat ose regjimi i rilindjes. Që thotë që në momentet e fillimit të implementimit të kësaj reforme kaq të mirë pritur nga populli shqiptar, është kapur nga Rama. Dhe sigurisht, fati mirë ka qenë që në krye të saj ka qenë Bashkimi Evropian, ka qenë ekspertët amerikan, dhe presionet dhe kërkesat e tyre, por edhe skandalet e jashtëzakonshme, që vetëm një maja e icebergut ka filluar të dënohet, marrë dënimin e duhur, pra të implementohet, ka bërë mundur që një pjesë e madhe e këtyre, një pjesë e madhe në një sasi shumë herë të madhe të dënohen. Guxoj të them që një pjesë e konsiderueshme e Partisë Socialiste, siç e thash edhe pak më parë, janë objekt i këtij hetimi, tashmë jo vetëm i hetimit, po edhe i dënimit, për arsye sepse provat janë uluritse. Një sasi prej disa miliard dollar është e vjedhur, është e konfirmuar, është e provuar, dhe besoj që më herë pas zgjedhjeve, siç edhe ka dhënë Rama, ka thënë në linjë rahat të marrë të zgjedhjet, pastaj bëni çfarë doni. Dhe Rama ka treguar që të gjithë bashkëpunëtorët e tij i ka lëshuar. Kurse përsa i përket nëngratës së doktor Berishës, unë mendoj që ajo është e qartë, tashmë e vërtetuar, që është bërë me metoda korruptive,
McGonigal ulluret në Washington DC, në gjykatat e New Yorkut, pjesa tjetër e thash pak më lartë, veprimet e Departamentit të Shtetit gjatë administratës kaluar janë tashmë çdo ditë më shumë që po kalon, po dalin në dritë, që kanë qenë në shkeljet e ligjeve, të një pjesë të ligjeve amerikane, dhe ne si shtetas shqiptar amerikan jemi të shqetësuar për këtë keq përdorim pra politik që njerëzit e korruptuar në Ballkan apo në Europë e përdorin kundrejt favoreve financiare në Washington DC për shkak se ne jemi taksapagues të rregullt të këtyre. Dhe për ta përmbyll, shpresojmë që me rotacionin politik të kemi një rishikim të këtyre, pra një rishikim, unë nuk jam për shkritjen e SPAK-ut, që t'jemi qartë me ju, unë e mbështes luftën edhe institucionet e SPAK-ut dhe punën e SPAK-ut, por edhe brenda SPAK-ut ka disa prokuror shumë të korruptuar që kanë marrë sasi të frikshme parash, që unë e di që 2 a 3 për tyre janë në hetim dhe do të dënohen dhe do të largohen nga institucion shumë shpejt. Edhe këto 3 persona janë të gjithë të majt, me mbështetje të drejt për drejt nga Rama, të cilët, përveç se kanë marrë disa milion euro për të fshehur këto favore, e kanë pas të pamundur sepse të gjitha këto afera korruptive çdo ditë më shumë po dalin në publik. Dhe një pyetje lidhur me këtë, ku është roli i Sorosit në këtë mes? Nuk jam marrë shumë me çështjen e Sorosit, por është fakt i vërtetuar që Sokov, që thënë shoqëria civile, të gjitha institucionet e shoqërisë civile kanë qenë institucionet të financuara nga Soros me qëllim që të mbysin zërin e opozitës dhe të nevojave që ka populli shqiptar, problematikave, me qëllim që të vazhdojnë qeverisja e Ramës. Të gjitha e kanë origjinën nga Soros, të gjitha janë të paguara nga Soros dhe një nga vendimet më fantastike të administratës së administratës Trump ishte shkurtimi këtyre fondeve të cilat ishin barë në taksat që paguajmë ne këtu në Shtetet Bashkuara. Zoti Nazarko, duke dinë fuqinë e medjes në mbar botë, bile Churchillin kur mas luftës e kanë pyet a don një diktatur, një ushtri të fortë, një media të lirë, ka tha ma jep një medjën e lirë se shkatroj çdo forcë. Çfarë roli luan media dhe opozita në ekspozimin e problemeve të qeverisë dhe korrupsionit? A është debati publik i mjaftueshëm i hapur apo e laja është i kontrolluar? Për fatkeqësisht sot si e shikoj unë lirinë e medias është për të mos thënë që nuk ekziston. Thjesht janë 2-3 media opozitare, s'dua të i përmend sepse të gjithë i dinë, të cilat i kanë bërë ballë, i kanë qëndruar ballë regjimit për këto 10-12 vite, sidomos 4 vitet e fundit, por që ta ilustrosh lirinë e medias, ti vetëm merr shembullin e aplikacionit TikTok, i cili vendi i vetëm në Shqipëri që u mbyll dhe u mbyll me justifikimin se ky aplikacion kishte shkaktuar një të riu i kishte shkaktuar, domethënë një fëmijë vdiq si rezultati një fshehri që nisin TikTok. Kur e vërteta është se ishte aplikacioni ku kishte oponencën më të madhe qeveria e sotme. Dhe duke parë sondazhet dhe duke parë oponencën që kishte në TikTok, ai vendosi ta mbyllte para zgjedhjeve dhe mos jesh i çuditur që do të hapë mbas zgjedhjeve. Pra, kjo është liria e medias sot në Shqipëri që ka arritur, ka bler, janë bler mediat, po të shikosh të gjitha janë copy paste e qeverisë, të gjitha po flas media kombëtare, kuptohet dhe këto në nivel kombëtar se për portalet e veçanta nuk, për shembull kam një veneracion të veçantë për portalin e Lapsit, të cilin e ndjek rregullisht. I ka qëndruar, domethënë si që ka qëndruar dhe opozitës dhe Sali Berishës me ato që kupton se jo se ai ka gjithçka të ashtu. Por media kryesore në Shqipëri, televizionet kryesore në Shqipëri janë të kapura komplet nga qeveria, i shikon që me politikat editoriale dhe i shikon qysh me asnjë reagim në drejtim të evidentimit të problemeve që janë sot në Shqipëri. Opozita ka bërë atë të saj, ka rolin e saj në evidentimin e problemeve. S'ka pse të tepër, keni 2 në Vlorë, 2 anije backup nga këto të energjisë, të cilat s'kan punuar kanë 4 vjet dhe paguhen nga 60.000 euro në muaj. Kupton, vetëm aty kape dhe unë evidentoj.
por siç thot dikush, neve nuk po votojmë të zgjedhim, domethënë nuk po votojmë opozitën. Ne po votojmë sot votohet që ky pushtet meriton të për të ardhmen. Pra opozita është opozita, ato që fuqi ka, pra mos ja hedhin fare të kojnë të opozita zërin ka, te vendetor, ka vendetor opozita sa ka çuar në SPAK opozita, sa nuk ka. Edhe këta që ke vendiet e tjerë në burg sot në SPAK me denoncimet e opozitës ke. Po, me Belit Kulliçi, okay? Por se digjemi duhet të themi diçka ekonomike, do lidh me ekonominë. Sot se përmendën 10 milion turistë para disa minutash. Përmendi dhe Leonard. Sot neve kemi, të themi që kemi 10 milion turistë të mirë qenë, e pranoj, sepse kam shkuar në Tiranë, isha para 2 muajsh, në 4 veta, 3 veta flisnin gjuhë të tjera, s'kishte, një ishte shqiptar në atë. Atëherë nëse kemi 10 milion turistë. Sa lek mundet të prish, po të pyes direkt, nëse vete për një muaj në Tiranë, sa lek duan sot të vesh në Shqipëri? Jo, zakonisht nuk shkojnë ditore ato. $300 në ditë. $300 në ditë. Po nga 10 milion. Okej, po e bëj 1 milion. Do më fal, $1.000 një turist, se neve kuptohet, ne qerim 2-3 javë, kuptohet që 1.000 po të them, 1.000, po është më shumë se aq, është gati te €5.000, po 1.000. $1.000 një turist. Në qoftë se këti, se në çdo gjë që shpenzon turisti është 20% të TVSH-ja. Po thuaj se në hotel do vesh, në ushqim do është në restorant, se këto prishin parë, çfarë do bën taksin, këto të gjitha kanë TVSH 20%. Pra në $1.000, $200 me shtetit TVSH të pastra. Në 10 milion turist me $200 TVSH. Kjo është shumë shifër, shumë e frikshme, unë po t'jap të fundit që të për lehtësitë që njerëzit ta kuptojnë se çfarë vjedhje për masave katastrofale ndodh në Shqipëri. 10 milion turist me $200 që i merr shtetit TVSH-s, leri tjera çfarë marrin bizneset, janë $2 bilion. $2 bilion, të cilat shteti i ka mbi buxhetin e të ardhurave që merr nga plus. I ka plus. Sot në Shqipëri, niveli i fshatit dhe i gjesë gjallë në fshat, i këtyre baktive, në fjalën popullore, është në nivelin më të ulët, është më poshtë se në kohën e Zogut, që merrte Enver Hoxha në 39 si standard, si etalon, është sot më pak vjedhë në Shqipëri, se sa në 1939, mundi duket qesharakët e kujt. Por nëse do të kthesh njerëz e të traktosh më shumë turist, edhe të mbash çmimet aty ku mua të mbësh ti të vi prapë se unë shkoj me ato çmime, atëherë këtu fillove. Çfarë më prodhon ti mua? Çfarë më ofron ti mua më tepër se Greku? Çfarë më ofron mua më tepër se Republika Dominikane apo tjetri? Çfarë bëhet me këto $2 milion? Ti kishte dhënë 2 milionë tash, 2 miliard. 1 miliard ta kishte dhënë fshatit. Për një gjë të gjallë, ti thoshte ke $100, përveç çfarë do marrësh, ti ke 100 nga mua dhurat. E ke grant. Dhe ta shikohet ti spekualitet. Ti e di që ka arritur sot në Shqipëri, nuk e di, dom Leonard ka jetuar tash, po unë kam dalë 2-3 herë dhe e di që koroneli shpenzon shumë kohë aty, e di që ti nuk ke më mish shqiptar që shkon të hash, nuk ke ushqimin shqiptar, pa është gjithi importuar, dhe Shqipëria nuk është në gjendje të eksportojë e para një që si plotson do ta $10 milion, 10 milion turist me atë gjendje gjedi që ke fshati që është braktisur, kupton? Pra, programet e qeverisë dhe praktikat e qeverisë e kanë rënuar jo vetëm ka për njerëzit, po ka rënuar dhe fshatin dhe kjo do ketë pasoja shumë negative në turizmin e viteve të ardhshme. Mbaj mend të po them se unë nuk shkoj atje të ha mish të ngri nga Australia dhe nga Zelanda e Re. Se po diet pra ato i kam këtu. Nga Brazili. Dhe mish me salmonellë me çfarë isha peshku me salmonellë që ishin gjithë ato. Pra, këto janë rreziqe reale të cilat njerëzit do t'i vënë gishin kokës. Si kjo qeveri, le që fshatin se një fare se s'ka asnjëri nga asnjë program, asnjë praktik, asnjë politik që të ndihmojë fshatin. Do tha mungon shifet, mungesa e qeverisë, si mos dora e qeverisë. Mungon një vizion i qartë për zhvillimin e shqiptar. Leonard, si mund të besoni ju, si mendoni, si mund të rritet besimi qytetarëve tek zgjedhjet dhe tek sistemi politik në përgjithësi? Çfarë masash mund të ndërmerren për të siguruar zgjedhje të ndershme? Dhe a mendon se do të jenë zgjedhje të ndershme apo do të jenë si përpara? Siç e thash edhe përpara, këto zgjedhje, vetë procesi i kohës i imponon një çik që të ketë kontroll më mirë se sa ka pas përpara. Flas më rrethet e mëdhaja.
Po gjithmonë janë skeptik për këto zonat e thella në Shqipëri, sidomos për dy partitë e mëdha ose sidomos për si do t'i mbrojë Partia Demokratike votat, sepse Partia Socialiste ka vërtetuar në zgjedhjet e fundit që ka një strukturë të posaçme siç e cekut edhe profesori me krimi organizuar. Partia Socialiste ose qeveria 12 vjeçare në çdo qytet të Shqipërisë ka një bazë krimi të organizuar apo jo. Këta sidomos kur vinin kohë e zgjedhjeve, janë të gjithë aktiv në mënyrë agresive aktiv dhe të gjithë këta për fat keq mbështesin Partinë Socialiste. Kështu që unë këtu e shikoj, nuk do ta shikoj në mënyrë naive këtë punë. Këta do përpiqen që këto të zgjedhjet i manipulojnë në forma sa më ndryshme. Dakor? Sidomos në për zona që ka monitorim të pakët. Kështu që realisht nuk di si të përgjigjem kësaj pyetjeje. Si mund të përmisohet? Si mund të përmisohet? Unë jam dhe skeptik edhe për e kuptoj që ishte herë parë që diaspora votoi, por që kur i pash, kur i monitoroj online mënyra se si ajo institucioni votës i fshet, si merrnin kartonat edhe i thonin i bënin ose ceku përpara zotëria takimet e Ramës ose takimet e zotit Berisha jashtë Shqipërisë. Duhet të veçoj një takim në Angli, që më ka bërë shumë përshtypje, që njerëzit fillon të shtyheshin te hyrja dhe nuk po futeshin dot, që të venin në panelet e para, të bënin një selfie, u futën nga gardi gra e burra. E kam këtu, po doni ua japë dhe më vonë. Që unë këtë nuk e kuptoj dot. Kam 8 vjetë në Amerikë dhe kam jetuar dhe jashtë shtetin më përpara, sepse supozohet që këta që janë emigrant, këta nuk janë të kapur me qeverin, këta nuk janë të nuk ndikojnë, këta janë lirë. Mënyra se si këta fillonin, glorifikonin, e thoshin, u shtyn, u përbuzën vete për një selfie. Edhe me zotin Berisha në Greqi, kam dhe një kritik të prata atje. Takimin e parë zoti Berisha bëri në Greqi, po të shkoj paneli ishte zoti Berisha këtu, Vangjel Dule këtu, Beleri këtu, Fatim Mediu këtu. Mbrapa, po të shikosh mbrapa, ishte vëmendshëm, ishim 4-5 veta takimit të hartë që janë ngrata në Shqipëri. Megjithatë, takimit të ardhën mbrapa dhe bënin këtu Sali Berisha, Sali Berisha. Dakor? Kështu që unë këto zgjedhje në Shqipëri sinqerisht nuk di në një formulë në qoftë se këta të dy e kanë ndarë mend ose zëmos Partia Socialiste me gjithë atë makinacion që kanë ngritur, me gjithë to lekë, sepse e cekën edhe përpara trafikun e drogës. O dha një lajm para një jave që u kap një 1,5 tonë drogë një grupi shqiptar nga ekuatori dhe diskutoi që ka kaluar 3 tonë. Po 3 tonë sa është vlera e tregut, është e frikshme. Këto lekë ku do vënë këto? Këto do hidhen, do përdoren për zgjedhjet. Apo ja. Kështu që duhet një reformë e thellë, si të numërojnë vota, sidomos sepse jemi marrë përpara vetë me këtë punë, e ke parë çfarë lloj paçavure është bërë. Gjykoj që si janë fasada që folëm përpara dhe këto zgjedhje do janë fasadën këto qytete kryesore, por në për zona do bëhet, mendoj që do tentohet të vjedhë, do tentohet të maskohet, do tentohet të influencohet, do tentohet me gjitha format, për fat keq. Kështu kjo është përgjigjja ime për këtë gjë. Në sinqert nuk e di si të gjesh një lloj mënyre si ta mbrosh votën e shqiptarëve. Drejton po themi në qoftë se ndodh edhe një herë mas 12 viteve që kjo qeveri fiton prapë. Ku është rreziku i Shqipërisë? Ku është imazhi i Shqipërisë? Sa dëm do t'i sjellin këto probleme? Qoftë se Unë besoj plotësisht që do të ketë rotacion politik, për arsye sepse kjo keq qeverisje, këto problematika, të cilat reflektojnë jashtë kufive shqiptar. Më lejo t'jap 2-3 shembuj, mund t'jap 100 shembuj, sepse unë fatmirësisht i evidentoj dhe i publikoj. Lidhjet e krimit të organizuar shqiptar, të cilat e kanë të gjitha origjinën në Shqipëri. Tek Partia Socialiste, tek drejtuesit, deri tek nivelet më të larta, për të cilat nuk është objekti i këtij misioni. Për t'i thënë me emra. Ekuadori që sapo e përmendi. Imagjinoje ku ka arrit ushtrimi i fuqisë politike dhe ekonomike të shqiptarëve. Sot Ekuadori drejtohet nga shqiptarët. Ta them me përgjegjësinë më të plotë. Që zgjedhjet, që nga zgjedhjet, që nga presidenti, që nga deputetët, krimi organizuar, kokat e drogës, trafikut kokainës në Ekuador, Kolumbi,
Venezuela dhe në disa vende të tjera të Amerikës qendrore dhe latine janë fuqizuar aq shumë sa kanë fuqi për të projektu fuqi edhe në këto shtete. Imagjinoje se çfarë fuqie kanë të një vend të varfër, ku një deputet shqiptar ka nevojë për 100 euro, 200 euro. Më kupton? Ku e mërë kryetarët e bashkive, deputetët e zonave, ministrat dhe jo vetëm. Dhe tashmo, prandaj them është për jeta vdekje ky rotacion i rëndësishëm, dhe këtu nuk po them vetëm për Partinë Demokratike. Do doja që për te Partisë Demokratike edhe disa forca tjera të djatha, të cilat janë në opozit, t'i bashkoheshin kësaj, sepse Shqipëria sot ka nevojë për më shumë përfaqësim, për përfaqësim më të mirë. Nga një anë. Nga ana tjetër, duke parë dhe programin e opozitës, por edhe të partive tjera, për shembull të Agroshet, të Kreshnik Osmanit, Lëvizja D, të Adriatik Lapajt, edhe ato janë shprehur kundra një koalicioni me Edi Ramën. Pavarësisht faktit që një pjesë e këtyre në një mënyrë apo një tjetër, në mënyrë të fshehtë, kanë marrë financime, edhe nga Sorosi, edhe nga Edi Rama, por tashmë kanë të qartë që nuk mund t'i bashkohen këtij regjimi kriminal, antikushtetues, anti-shqiptar, i cili vetëm për qëllimin e marrjes karrigës është i gatshëm të sjellë afgan, sirian, të japi Italisë, të japi Francës, pra ta kthejë Shqipërinë në një qendër operacionale për ardhin e gjithë pisniqeve të botës, vetëm për të marrë atë karrige, dhe qëllimi i marrjes karrige është vetëm një, që mos përballen me ligjin. Ato me ligjin do përballen, secili nga këto që i ka bërë dëm kombit shqiptar do përgjigjen, dhe unë do doja që të gjithë personat që kanë abuzuar pushtetin për gjatë 34 viteve të përgjigjeshin para drejtësisë. Si mendon që këto persona e partitë vogla që përmende mbasjellë do të shkojnë koalicion me PD me doktorin? Do të dëshiroja për arsye sepse mund të përballen me një situatë e cila do kërkojë edhe disa vota më tepër. Dhe do të dëshiroja që nëse këto e kanë përgjegjësi historike, që në rast se rotacioni politik do të varet tek vota e këtyre partive, jam shpresë plot dhe i bëj edhe thirrje publike që t'i bashkojmë këto votat, kurse përsa i përket diasporës, duke qenë edhe njerëz që kemi marrëdhënie shumë të mëdha, jo vetëm këtu në Michigan, por edhe në vende të tjera, vota e diasporës do të jetë historike, sepse është një votë kundër regjimit kriminal të rilindjes, pra të bandës rilindjes, siç e quhen në disa artikuj që bëj, por arsye sepse tillë është sjell, nuk do doja që ta quaja bandë qeverinë time, pra që kemi aktualisht në Turqi, por mënyra se si sjell dhe dëmi që i ka sjell Shqipërisë është i barabartë me dëmin që i ka bërë një bandë. Dhe mendoj që rotacioni shumë afërlojsh. Le të jemi shpresëplot. Zoti Nazarko, sa mendon që i ka sjell dëm Lulzim Basha dhe shkëputja e tij nga trungu i Partisë Demokratike? Dhe a mendon që mbas kësaj fitore të opozitës Lulzim Basha do të jetë përsëri pa marrë parasysh atë hasmërinë dhe që i kanë me Berishën, do të jetë përsëri në koalicion mas vota në zgjedhje, do të jetë përsëri? Lulzim Bashën e kam pasur një respekt veçantë, të cilin e kam humbur tashmë në kohën që ishte jo vetëm kryetari i Bashkisë Tiranës, por dhe në opozitë në ato ku që pati. Megjithatë lëvizjet e tij politike, dalja nga parlamenti dhe mos hyrja në zgjedhjet lokale ishin detrimentale për për Shqipërinë dhe për Partinë Demokratike, po që shkoi pothuaj në shkrijet të Partisë Demokratike. Pra, në atë kohë kam humbur atë respekt. Respektin e kam humbur, është thelluar ajo humbje respekti në momentin që sot emergjencë kombëtare është largimi i Edi Ramës. Jo largimi i Partisë Socialiste, se s'është Partia Socialiste në pushtet. Sot është klani, është regjimi i rilindjes, për që përfaqësohet nga një rreth shumë i ngushtë rreth Edi Ramës. Dhe në qoftë se Lulzim Basha dhe Agron Shejaj dhe partitë e tjera duhet
me çdo kusht, po është tepër vonë që të ishte krijuar një koalicion i gjerë dhe të thoshte nëse duam doktor Berishën, por ne sot emergjencë kemi të largohet ky. Doktor Berishën ne për 2 muaj heqim nëse këtë se heq dot me këto blere që ka bërë me Gonekale dhe deri në Shkëtja Sazan. Do s'ke çfarë bëni. Këtë bleu Melonin, bleu bleu Shtarbin, i ka ofruar dhe kjo është emergjenca. Kjo është emergjenca. Dhe Basha që t'i kthej pyetjes tuaj, pra ishte rrëzuar ai. Në qoftë se nuk do kishte qenë ky fragmentarizim i opozitës, i krau tjetër. Gjitha këto parti që përmendën, që nga Lapa e deri në fund. Por Basha kryesori do të ishte shumë me thjesht për ta rrëzuar këtë, për ta hequr nga pushteti. Dhe të ishte një garë barabartë, pastaj forcat majta djata let veci të vej, Shqipëria gjithmonë ka nevojë për rotacion, ose jam që të rinj 12 vjetësh të merr si shumë. Por që të kthejmë pyetjes tuaj, thotë sikur të ishin opozita 12 vjet i përsëri mendon se është rotacion. Po. Absolut, bile 12 vjet janë shumë po them. 8 vjet është maksimum për mua. Për mos thënë se 4 vjet në një vend si toni, që të rri shpresë, të kenë shpresë. Por Basha gjitha votat e Bashës kanë qenë votat e PD-s dhe janë votat dikur të PD-s. Unë e di që Koroneli ka qenë dhe ministër në qeverinë e përkohshme e zotit Basha dhe e kuptoj dhe nëse s'është dakord me mua, por ku e kam fjalën që çdo vot, dhe fatkeqësisht sot opozita edhe gjysmë vote ka nevojë, jo një vot, edhe gjysmë vote. Pra, nëse Basha do t'i heqë opozitës në qarkun e Korçës, që po flasim, ose të Tiranës, do t'i heqë, kot po e fus në Korçë 2000 vota, sigur t'jenë. 200 vota, sigur t'jenë. Ato 200 vota për mund të përkthehen një deputet të ri. 4-5 deputet t'i heqën. Po pra. Dhe ky është ndikimi negativ. Nuk shikoj nga ana tjetër që zoti Basha të përfaqësohet në parlamentin shqiptar. Unë me çfarë kam pasur nuk e shoh që me përjashtim që do të jetë 3-4 vota opozitës, me ata sepse disa ata janë ish PD-ist, ish opozitar, nuk ka. Kjo është llogaria e thjeshtë. Në shërbim të Tiranës. Në shërbim të Tiranës. Total shërbim i fundit. Ta shtoj vetëm një, në total me gjitha që kanë ikur Partia Demokratike ai mbi 10 deputet. 4-5 si thot zoti Basha, zoti Shehaj, zoti Ali Beja, Dashej, tjerë mbi 10 deputet. Kështu që me ata 10 deputet thjesht të shtoja diçka, thjesht për ku ti shërben kjo? Leonard, populli në Shqipëri, ata merr mendja se e din që këto gënjeshtrat marrëdhënieve që i ka gjoja partia në pushtet me Amerikën, me diplomacinë amerikane, edhe pse këtu a i ka shumë milioner të cilët i shërbejnë ati. Ka njerëz që tani kanë ble edhe hotele Maramense në Florida. Kjo është një gjigant i supermarketeve ekonomike cilat a i kontrollon dhe bashkëpunon me ta. Po me gjithatë populli a shef se ky diplomatikisht asnjëherë nuk ftofet që të vinë, nuk ka ftuar që të vinë në Washington, se ne pa Amerikën shqiptarët jemi kurpun. Kjo është e vërtetë. A shohin ata populli se ky nuk është ai kandidati i duhur për momentin që ta çojnë Shqipërinë përpara. Shiko, populli në Shqipëri mendoj se është ndar. Më kupton? Është e vërtetë që shumë biznesmen shqiptar, se unë nuk dua të thonë oligark, tash unë s'di nga vjen kjo fjalë, nga term rus, nga është kjo fjala. Kanë ardhur dhe po investojnë në New York, në Florida. Kjo është po dhe atë si thot miku im Edi, thot që zoti Berisha, oligarkët filluan në kohën e zoti Berisha, por në kohën e zoti Rama këta u bën të sofistikuar akoma edhe po qeveristin bashkë. Kështu, oligarkia me zoti Rama qeveristin bashkë. Dhe është normale që kërkojnë, ai shumë është abuzuar, kërkojnë ekspansion. Populli në Shqipëri, mendimi im, pa fyer, më kupton, mendoj se ka humbur atë pjesa më e madhe, sensin, besimin, e shikoj në zgjedhje që po monteroj këto zgjedhjet, nuk reagon. Do me thënë, flet zoti Rama, budalliqen zgjedhje, nuk thot asnjë, ka unë nivelin si të cek më përpara, dhe shumica njerëzit dua trokasin. Ose në disa raste thot, po mirë më ky është mirë se zoti Berisha, nuk e dua mata. Në disa raste të tjera. Do me thënë, mendoj se populli shqiptar atje është ndrydhur në atë pikë, saqë të theme ka humbur shpresën, nuk po theme ka humbur shpresën, po që nuk besoj se është gjykon aq lart sa të shikojë marrëdhëniet me si e ka humbur atë për fajt të këtyre. Për shkak jo fajt të tij. Po ndajnë shtresa e pensionit. Nëna ime
ka qenë kuzhinier e vjetër, nga të 7 kategoritë që ka qenë në kohën e Enverit, dhe nga duart e nënës time është shqyrë Vlora. Nëna ime merr pension 90.000 lekë. Ky tash e shtoi 6.000 lekë. 9.000, më fal, 9.000 të reja. Kështu që kjo pjesë, se duhet bëjmë një laps, tash e bëjmë si debat. Sa pensionist ka Shqipëria? Sa hen? 500.000? Aktualisht janë 565.000. Të 500 do të në kundra. Duhet jo kundra, po duhet që të Herë një. apo jo. Edhe familjarët të tyre. Ç'a ndodh? Janë aq të mbyllur sa që ky i trajton pensionistët sikur i kanë xhep. Nuk i përfill fare, nuk i përmend fare dhe i desivilizuar para ca kohë doli dhe thoshte që fajin që ju s'merrni pension e ka biznesi që juve u ka ngrënë siguracionet, apo e kam gabim? Ja, fajin e ka, dihet se kush e ka fajin. E kanë ata që ka marrë punë. Po mirë, e kupton, tash i justifikoi për pensionistët që thoshin mos u mërziti që me 90.000 lekë ose 100.000 lekë në Vlorën e Naime, që nuk është në një zonë të thellë. Dhe por fajin ta kanë këta ty që merr këtë. Ora zgjidhje si do japësh, sepse këm turizmi shumica e turistëve në Shqipëri janë backpacker. Nuk kemi turist elitar. Kemi ndoshta volum dhe ajo është një shifrë e fryrë, nuk vinë, por unë kam shpresën e kam, derisa vinë sot është ky backpackeri, nesër do vi ai nëse ne jemi popull i mençur. Kështu që njerëzit në Shqipëri ky kanë ndarë në shtresa, i kanë ndrydh pensionistët. Të rinj ky e thamë përpara, o i largon, o i detyron që do të rokasin atje me këtë, pavarësisht çfarë thot ky, për të marrë një rrogë. Intelektual në Shqipëri ose panel intelektual unë shikoj 0. Në atë përshikanik? 0. Nuk ndihet njëri, biles po të them rastin e një personi publik, i thosh djalit lutem mos, i thosh ai babi mos fol më se jam punë mjek e më me heq dhe mua. Dakor? Kështu që e shikoj pak kur kanë gjithë halle që të mendojnë tashi se duhet një shtresë intelektuale dhe e fortë që të mendojmë marrëdhënien e këtij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë bën ky ose si ata pensionistë që i përmendet ti, me hall që kanë me pension vogël. Përsëri ata shumica ja deri tani, spaku ja kanë dhënë votën. Po ndoshta japin për nostalgji për kohën e vjetër, ndoshta shikojnë figurën e Zotit Berisha si të konsumuar, nuk e di këtë gjë, pse i japin. Unë shikoj që trajtohen në mënyrë poshtruese dhe pjesa më e madhe e tyre 70% që duhet të rebelohesh të parët, të ndikon edhe të fëmijët. Jo vetëm rrethën e tyre, po të ndikon edhe të fëmijët. Qore, po na trajton në mënyrë pa dinjitoze, nuk meriton respekt. Por derisa s'meriton respekt, kush përgjigjet te vota? Zoti Demiraj, jemi vetëm një javë që na ndan nga kjo ditë historike, shpresojmë që bëhet ashtu që ju thatë, si mendoni, si të mendojnë populli. A mendoni që mund të ketë edhe në Shqipëri një situatë që jemi në Kosovë, që mos të marrë asnjëna parti forcën që me kriju e qeverinë, por të bajnë koalicioni me ata të veçën. A mendon që mund të kemi edhe në Shqipëri një problem të tillë që qenë Kosovë mas 9 takime që bani parlamenti sot dhe nuk mujti përsëri me zell kryeparlamentarin dhe me formoj qeveri? Edhe mundet, por fillimisht lajme të mira do kemi këto 2-3 ditë. Dita hënë, dita martë do sjellë disa lajme të shkëlqyera për opozitën dhe besoj kjo rritje e këtyre 2 javëve të fundit që ka qenë në progresion aritmetik. Pra kemi pas një rritje konstante të opozitës. Mos i besoni këtyre sondazheve fake. Jo. Janë sondazhe miliona dollarash që paguhen nga paratë e incineratorëve, paguhen me paratë e drogës, paguhen me paratë e rrugëve që bën me 10 fishin e çmimit dhe jo vetëm. Pra në shtesë të këtyre lajmeve, që do kemi disa lajme, sepse ne këtu jemi live dhe kjo do vërtetohet, të hënën dhe të martën, mbështetja e propozitës do të vijë shumë e madhe, do të rritet edhe më tej në disa përqind. Së dyti edhe mund të kemi një situatë tillë si në Kosovë. Unë mendoj se Kosova është kjo që s'po lejohet për të kriju qeverinë kurdi është anti-shqiptare, është antikombëtare, megjithatë kjo është çështje e partive opozitare. Po ka nuk pranon ai të bëj koalicion me serbët, sepse dihet se kush janë, po kjo është një çështje tjetër për një intervistë tjetër. Le t'ja lejmë një intervistë
një paneli tjetër javën tjetër. Përveç këtyre lajmeve të mira, pra do kemi një rritje progresive të mbështetjes Partisë Demokratike në 5 ditëqin e fundit, 4-5 ditëqin e fundit. Në shtesë të kësaj, në rast se do përballemi në një situatë tillë politike, unë shpresoj që ato 6-7 deputet që mund t'i marri edhe Sheri, që është një familje e djathtë, një njeri me integritet, për cilin kam respekt personalisht. Por edhe Adriatik Lapaj, të cilin e njoh personalisht, e kam mik. Por edhe partitë e vogla, siç është për shembull miku im Kreshnik Osmani, edhe nëse do ketë një mandat, jam I sigurt që ai mandat do të shkojë opozitës. Dhe duhet që të gjitha votat të bashkohen kundra këtij regjimi. Dhe pa diskutim që mbështes argumentimin shkencor që bëri profesor Nazarko, që çdo vot, pavarësisht se këto nuk do na marrin mandate, po ato 400-500 vota, 1000-2000 vota që mund të marri partia Euroatlantike në Shkodër, pa diskutim që ajo reflekton I heq një mandat Partisë Demokratike. Dhe do të dëshiroja shumë që edhe për shkak të qenies 8 vjet ministër, kryetar bashkie, edhe 8 vjet kryetari opozitës, Luli të ishte pjesë e këtij misioni historik, që është mision historik kombëtar, ku secili nga ne, edhe pse jemi larg Shqipërisë, edhe pse jetojmë këtu, kontribuojmë për rrëzimin e atij me metodat tona, por çdo ditë në mënyrë konsistente. Nuk e di nëse ju përgjigja Frides. Ja shumë, zoti Nazarko, a mendoni që në këtë zhurmë të madhe të gjenjes që jemi sot, dhe ardhja e delegacioneve të 2 partive kryesore, po themi edhe të tjerat, por këto 2 sigurisht, kanë bërë një kampenjë zgjedhor të fuqishëm për të parë herë në historinë të Shqipërisë. Prandaj daj menimin e dritarit që tha janë historike, sepse ka vënë rotacion edhe mërgatën shqiptare. Ku mendon se qëndron mërgata jonë në përgjithësi në botë, jo vetëm këtu në Amerikë, a do të shkojnë më tepër pro Ramës apo pro koalicionit opozitar në krye me Dr. Berisha? Në qoftë se diaspora shqiptare do të ishte e pa patronizuar, dhe çfarë kam parasysh me këtë që thamë përpara dhe Leonardi, që telefonatat nga Shqipëria dhe janë forcuar njerëzit, janë detyruar njerëzit që të raportojnë, të paraqisin në fillim 4 regjistrime nga ato, që tregonin që të mbante vend e punës, dhe tashti duan dhe votat me të fotokopjura të ja çojnë atyre. Në qoftë se nuk do kishte ndodhur, pra zgjedhjet që këtu janë të lira me. Në momentin në këtë moment, po them vetëm një të gjesh një telefonat të marrësh që I ka deklaruar votën dhe regjistrimet me detyrim administratës, pra zgjedhjet janë të lira. Por që t'i kthehem diaspora, po të mos ishte ky fenomen që qeveria të kishte bërë. Çfarë kishte ai këtë vite më çdo vend, vitet silte tavla në ballën Michigan, s'ka qenë ka 30 vjet. Për çfarë? Çfarë sjell tavla në ballën Michigan? Domethënë cili ishte qëllimi me përjashtim të manipulimit. Atëherë, I një ministri të brendshëm të lidhur me krimin e organizuar. Pra, diaspora nuk është e lirë të votojë, nuk ishte e lirë të votojë siç duhet. Po të ishte e lirë në mënyrë hipotetike, atëherë diaspora me majorancë mbi 55-60% që të jap dhe një statistikë do votonte kundër regjimit. Diaspora. Sepse kemi dhe ne diasporë dhe ne kemi fatkeqësisht kemi ngelur dhe ne mbrapa në shumë aspekte dhe një nga këto aspekte është që ne I kemi zënë ato llogoret që ajo që ka qenë I PS-s ose babai me ata që ndrojnë tjetër nuk ndrojnë, edhe kjo është fatkeqësi kombëtare, vetëm ne e kemi këtë, nuk e demonstron njëri tjetër. Po tjetra është kjo që do më thënë kemi mbetur edhe nga ndonjëherë niveli edukativ ka të bëjë dhe niveli partijak dhe gjitha dhe presoni qeveritar. Pra që ta them nuk jam shumë optimist se vota diasporës do jetë determinante. Vendimtare do jetë vota e atyre njerëzve atje, atyre pensionistëve nëse do ndërgjegjësohen, do kenë një mea culpa, do jetë atyre punojve, do jetë atyre të administratës që janë të pakënaqur nga basardizimi I meritokracisë, por me diasporën të pak të diasporën amerikane që mendoj se e njoh mirë, si dhe juve se jemi për shumë kohë pjesë e kësaj, shumë nuk kam shumë shpresa.
Pra përmbysja e regjimit do të ndodhë ose nga ata atje, ose në rast të kundërt dhe nuk e kemi diskutuar, po kuptoj që po jemi në fund të emisionit, do të jetë, unë mendoj që një revolt kombëtare do të ishte në ordër që të mbaron këtë regjim, se kjo nuk mund të shtyhet me katër. Si opcion. Si opcion Është planifikuar, si plan B. Nëse vjen zgjedhjet. Se nuk mundet. Është planifikuar. Që duhet bëhet opcion. Leonard, mund të cek 2-3 gjëra përpara se e para për zotin Rekshik Osmani që profesori e ceku, duhet të theksoj diçka që është partia më censuruar në Shqipëri sot. Fatkeqësisht. Ai zotëria është njeriu më i censuruar në mediat shqiptare, po mos them edhe online. 100%. Dhe është një djalë shumë i mirë, është një djalë që trim, djalë që e thot mendimin e tij dhe çun me këmbën tokë. Për sa i përket të shtoj edhe diçka tjetër të vogël për diasporën këtu. Unë gjykoj që ne këtu që jemi në Michigan, e vërtetë është që logjike është që vota diasporë do të ishte determinuese për të zgjedhje. Nuk ka njeri që është jashtë Shqipërisë që votoj për regjimin që e ka hequr nga ai vend. Apo jo, pjesa më e madhe kush e ka hequr 12 vjet që kanë ikur. Po gjykoj që ne këtu në Amerikë ose këtu nuk u respektuan nga asnjë parti politike. Zoti Taulan Balla këtu erdhi bëri 2 takime në kafe. I kam ndjekur që të 3, zoti Lapaj, zoti Balla, zotin Bardi dhe zonjën Tabaku. Dhe këta të Partisë Demokratike ishin më konfuz se sa vetë ata njerëz që mblodhen atje. Sa banor ka Michigani? 60.000, 80.000 shqiptar? Nga këta, 70% janë gjithë sipërmarrës. Apo jo? Ja 50%. Të vegjël janë sipërmarrës. Të në vlerësosh këta këtu në Amerikë, që mos t'i respektosh, t'u dërgosh njerëz sakt. Zoti Rama erdhi në New York, se s'dënjoi fare vinë këtu. Edhe kështu po mirë, shkoi në Coney Island atë. Në New York atje, nuk e çfarë bën, fillon zundë shqiptar dhe atje. Unë në ato informacionet e mia dhe në lajmet që hedh, bëra një përçarje për t'i futur dësher diasporën, kudo. Si PS, si PD, që të ziheshin me njëri tjetrin. Ato konflikte janë në Shqipëri të njerëz mediokër, tua bënin edhe këtej. Për fat të mirë nuk funksionojnë ato, por që pati efekt. Kështu që mendoj, diaspora jam ndaj të njëjtin mendim. Nuk do ketë në një kësaj radhe, por jam optimist sepse herë parë që votojnë, nesër pas nesër ndoshta bëhen më influent, nesër pas nesër futin përfaqësuesin e tyre, nesër pas nesër ndikojnë që këto zgjedhje siç tham, se këto zgjedhje u paguan nga KQZ 1 milion euro për këto zgjedhje jashtë Shqipërie. 9 milion euro dhe këta çfarë bën këta me këto 9 milion euro? Këta nuk e mbrojtën dot. Domethënë këto 9 milion u paguan për ta monitoruar, për ta garantuar që është e rregullt, për mos kenë probleme. Këtu filluan njerëzit të bënin ca budallëqe, njerëz mediokër flas me nivel që nuk e di rëndësinë e asaj votës. Më kupton? Ajo vota është institucioni më i shenjtë. Ti atë ke. Çfarë ndryshimi do ti? Qysh do ndryshosh kur ke ikur? Qofse të paktën voton më dinjitoze, pse voton? Shko familja ime në shtëpi, po unë po i votoj për këtë ja ku i ke. Kështu që mendoj që ato nuk besoj se ndaj me të njëjtin mendim që do jetë në një për sa i përket asaj. Në pyetje dhe mesazh. Më fal që do të opinion. Ne opinioni juaj dhe çfarë adresimi, çfarë do t'ju thuashe popullit shqiptar në trojet tona në Shqipëri dhe atyre jashtë dhe po në veçanti ata që me padurim ditën e diel do të hullin votën përfundimtare për të ditë se ku do të shkojnë dhe kush do të na udhëheqin në këto vitet e ardhshme. Personalisht, si njëri që merrem paktën këto 20 vite të fundit me statistika shkencore, jam optimist, kam pak një qasje më të ndryshe se sa 2 kolegët e mi, miqtë e mi të ngushtë këtu në studio, sa i përket votës diasporës. Në rast se referohemi diasporave të mëdha të Izraelit, që është prej rreth 10-11 milion këtu në Amerikë, që është fuqi e jashtëzakonshme. Grekia, Kubania, Irlandezja, Gjermania për e vetëm, me zgjedhjet e para ose të Kosovës që e ka aplikuar 2 herë, kemi një rezultat fantastik. Kemi rreth 250.000 persona të cilët morën pjesë. Kjo është era parë. Që të thotë, unë e shoh me shumë pozitivitet. 270. 270.000. E shoh me shumë pozitivitet për arsye sepse edhe pavarësisht se duhet marrim parasysh edhe vështirësitë, rrethanat, ligjet, mundësitë që e pengon Edi Ramën, edhe sistemin e ligjor për të votuar diaspora. Një shifër 270.000
250.000, 270.000 është fantastike si herë e parë. Sepse kjo shumë, herën tjetër me një ndryshim të vogël të disa ligje, po që 500.000, 600.000. Imponohet Britani, diaspora do të jetë determinante në të ardhmen e ardhshme të vendit. Dhe në këtë kam vështrim, unë e shoh pozitivisht dhe besoj që vota saj do të jetë shumë e rëndësishme për të përcaktuar qeverisjen e ardhshme. Së dyti, Greqia, që ka një numër shumë të madh shqiptarësh, po Italia dhe këto Europa, prap një numër tjetër shumë i madh do të jetë votuesi, do të shkojnë fizikisht në Shqipëri. Dhe mendoj se edhe me këtë organizim, edhe me këtë eventin e ditës hënë të marrë që do ndodhi këtë javë që vjen, edhe me këtë rritje, po edhe me këtë urrëtie që ka administrata ndaj hajdutëve që i kanë shtyp, që i kanë ministra dhe ministra, domethënë do kemi një rezultat pozitiv. Zoti Nazarko, në përfundim dhe ju çka ju thoni shqiptarëve në këto momente? Unë do t'i kthem asaj që të hapa në fillim, çdo vot kundër regjimit është vot për shpresën e shqiptarëve, është vot për shpresën e diasporës, është vot që Shqipëria të kthehet në binarët e dur dhe vot që të jepet fund tranzicionit. Ajo vot në qoftë se jeni kundër Sali Berishës, vota kundër regjimit është vot dhe kundër Sali Berishës. Në qoftë se ka dikush që është i kundër dhe mundet të më dëgjoj për ai sa më dëgjon, është në qoftë se doni të jepni fund tranzicionit, të hiqni nga politika dhe Sali Berishën dhe Edi Ramën, vota kundër regjimit sot është determinante dhe është vota, bashkohet me mendimin e profesorit dhe Mirajt, është vota më e rëndësishme qysh nga viti 1991. Dhe ju, zoti Shehaj, në përfundim? Duhet cek edhe një qik, si që tha profesori më përpara, që unë gjykoj që këto partitë e reja, gjithmonë e kam e këto, më falë, duhet që ta tundin, duhet që këto që ditë që kanë ngelur, të tundet, të regojnë forcën, e kupton, të regojnë, nuk ikën një gjë e keqe me pambuk, më kupton, opozita, të gjithë, ndoshta nuk bashkohen. Unë nuk jam dakord, jam shumë dakord që të bashkohesh, nuk e kuptoj dot kështu të ndarë si mund ta heqësh një gjë të keqe, por duhet të tregojnë në mënyrën e tyre forcë, nuk tregojnë forcë, duhet të tundet ai vend atje. Për punën e votim e diasporës për votuar. Ndoshta kësaj radhe ishte herë e parë dhe njerëzit i kapin çik të papërgatitur, dhe ne jemi popull që folklorik, fillojmë bëjmë humor një pjesë në këto gjëra. Por zgjedhjet e tjera, zgjedhjet e hershme, siç e tha edhe Dritani, numri besoj do jetë më i madh dhe mendoj se do jetë faktor shumë i fortë dhe pse jo të nxjerrin përfaqësues të vinë nga diaspora dhe të kandidojnë në Shqipëri. Djalë i ri, vajzë e re që është arsimuar, punon në kompani të fortë, është arsimuar me edukim të fortë, të japi kontributin në Shqipëri. Këtë mendoj, këtë shpreskan inshallah, por që po nuk tregove forcë, ai vend duhet të tundet sepse ndryshe po na nuk e di, më beso, kisha prindrit e mi këtu dhe pra ca kohë dhe nuk e ndroja stacionin televizion se filloi fushata me një lloj dialogu që nuk dua ta dëgjoj kohën që vinë prindrit tanë këtu 2 muaj gjysmë me të tillë dialog, me të tillë zhargon, me të tillë kujt i shërben kjo? Kujt i shërben kjo? Kujt djali tim i 13 vjeç shikon për Shqipërinë këta që sa i bën ndarjes, sa dhe ca të tjerë shajnë, ca bëjnë, nuk është. Ne duhet të arrit një nivel ligjërate ose diskursi politik duhet të kishim arritur, jo të vëmë mbrapa, duhet të kishim arritur me aq sa të arsimor janë shqiptarët dhe suksesshëm janë në botë. Kështu që uroj, unë nuk duhet, nuk mbështes rotacionin, nuk duhet mbështes individ. Duhet se s'bën, duhet të kishe ikur dhe inshallah tash çfarë Zoti e bëf më mirë se. Të shikues të nderuar, do të kishim pas shumë për të biseduar me këta njerëz, vizionar, dietar, analist, që koha do të tregojnë edhe çka thamë sot. Shpresojmë se biseda konstruktive këtyre vëllezërve do të ndikojnë te sadopak në kush që ende nuk është i orientuar 100% ka ta hullin votën e vet. Nga biseda sonte u konsultuar që jemi për ndryshim. Pa marrë parasysh se ka dhe njerëz që thonë, ashtu si tha zoti Nazarko, që nuk votojnë për inat të Berishës opozitën shqiptare. Ajo me duket se është shumë ide e damshme, sepse
Berisha sot është në mosh, laj nesër do të kaloj sigurisht në pension. Ashtu që sot është koha që t'i thomi jo këti që po ullhet Shqipnin mrapsht, që populli shqiptar po e lëshon atë dheun dita ditës, masë 1 milion shqiptar virtual, njerëz me kapacitetet ndryshme, intelektual, doktor, mjek, magjistra, njerëz të ndryshëm që i duhen Shqipërisë në çdo kohë dhe në çdo herë për 24 orë, ata lëshuan Shqipnin, me shpresën e ndryshimi për një Shqipëri të ardhshme, për një Shqipëri ma të mirë, ma demokratike, ma të lulëzuar në drejtësi, ashtu që e duhen shqiptarët në një Evropë, ku shqiptarët e kanë vendin e vetë sepse jemi popull evropian dhe aty e kem vendin me të parët. Ju falenderit shumë që ishit sonde në emisionin tonë e ACTV. Gjithmonë dyert tona janë të hapura për analizat dhe mendimet tuaja konstruktive. Popullit toni dëshojmë që të kalojnë mirë në këto votime historike, si e thanë edhe vetë bashkëbiseduesit, ndoshta ma historike që prej vitit 91 e deri sot. Prandaj urime që të kaloni paqë dhe t'jenë votime të ndershme, të paqa dhe jo të vjedhura si herave tjera. Prandaj urime popullit, urime vëllezër mota ku do të qeni. Mirupafshim në emisione tjera. Nga unë Luigi Gjokaj, studio hapur. Ciao.